LDK-ja meriton lavdata për votimin e Nenad Rashidit si nënkryetar të Kuvendit. Kësaj radhe LDK-ja veproi politikisht në mënyrë racionale. E votoi nënkryetarin serb të Kuvendit, një çështje që banalisht e bllokoi procesin e konstituimit të Kuvendit dhe më pastaj të qeverisë. Është një lidership i mirë i Lumir Abdixhikut sepse përmes këtij votimi LDK i bëri 3 gjëra. E para, e konstituoi Kuvendin duke e larguar nga dora VV-s çelësin e bllokadës e zvarritjes. E dyta, e votoi një kandidat të pranueshëm serb pra Nenad Rashidin. LDK-ja ndryshoi qëndrimin pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, duke treguar që s'është parti dogmatike. Kur ndryshojnë rrethonat, është e lehtëshme dhe moralshme me ndryshuar mendimin, nuk është haram me ndryshuar mendimin. E kundërta do të ishte një militantizëm kamikaz. E vendosi një vindarse me listën serbe, duke përkrahur një politikan normal serb që vjen nga një parti pa lidhje kriminale me Radojčićin. LDK i tregoi vetëvendosës që nuk e ka monopolin e kundërshtimit të listës serbe, e cila sinqerisht është një parti e dyshimt. Në këtë kontekst, LDK-ja mori nga dora kartën ose ja zvetnoi çastin konfrontuese të vetëvendosës ndaj 3 partive opozitare në lidhje me listën serbe. Tash vetëvendosja duhet me u falendëruar publikisht LDK-s dhe me i shpreh mirënjohje për votimin e Rashidit. Nga sot vetëvendosja s'mundet me akuzu në këtë pikë LDK-n e Lumir Abdixhikut. PDK-ja mund të jenë cak i VV-s, por jo më LDK-ja. Është një neutralizim i vetëvendosjes nga ana e LDK-s. Nëse eventualisht e sulmon prapë vetëvendosja LDK-n në këtë pikë, atëherë argumentimi do të ishte i paqëndrueshëm dhe i rrem. E treta, me këtë potezë LDK-ja nisi procesin e formimit të qeverisë, pra i çeli afatet kushtetuese për mandatimin e mandatarit për qeveri. Me këtë hap LDK-ja e sfidoi kurtin e vetëvendosën për me i bë votat e qeverisë. Nga sot e shohëm a i ka kurti votat për qeveri apo jo. Ose ka me bë qeverinë, ose kena me shku në zgjedhje. Ballë ma me bllokada e zvarritje.